Si të kërkojmë një postim që është bërë më përpara në grup, por nuk ja kemi idenë si ta gjejmë sepse janë bërë shumë postime. Marr shkak postimin që bëri Manjola Boraj, ku po kërkonte për dikë që kishte postuar për shitjen e një hoteli. Gjithmonë si për grupit ju keni opsionin të vini te ky searchi ose të mund të shikoni nga llojet e postimeve që janë bërë, nëse janë reels, pra video reels, buy and sell, nëse janë foto, evente që kemi bërë. Po më e mira, më e kollajshme është të shkosh deri lart, të bësh te searchi dhe të kërkosh një fjalë kyçe. Do vendos në fjalën kyçe hotel, që kush ka postuar diçka në lidhje me fjalën hotel do dali. Pra Manjola postoi diçka për hotelin doli. Nëse për shembull jeni duke kërkuar diçka më me detaje, po kërkoj fjalën hotel, mund të shikoj edhe nga kush është postuar. Për shembull mbaj mend që është postuar nga Marsilda, mund të vendosësh emrin Marsilda, apo le të themi po kërkoni për këshilla marketingu, për shembull marketing. Nëse unë bëj fjalën marketing dhe nuk dua çdo postim, po dua më të fundit, këto më të fundit, mund të bëj filter nga kush e ka postuar, si për shembull dua një postim që është bërë nga Marsilda, mund të kërkoni emrin tim dhe do dalin gjithë postimet që un kam bërë në lidhje me këtë gjë. Dhe keni shumë filtra të ndryshëm, pra nga data, nga lokacioni etj me radhë, që t'ju ndihmojnë që gjeni postime, sepse shumë pyetje që ju keni, ne mund të kemi postuar apo dikush ka postuar, dhe nëse juve nuk bëni search, do jetë vështirë për ta gjetur.